Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti i grave japoneze që ju rinon 10 vite, receta ideale pa shpenzime që do ju befasoj. Recetat japoneze bëjnë mrekulli për lëkurën. Kombinimi i disa përbërësve të thjesht mund të kthehet në një maskë tepër të dobishme për rigenerimin e fytyrës, por jo vetëm. Një nga përbërësit me të cilët ne eksperimentojmë më shumë është pikërisht orizi. Kjo pasi konsiderohet një aleat i mrekullueshëm qoftë për maskat e flokëve ashtu edhe për maskat e fytyrës. Shumë japonezë e konsiderojnë orizin me veti të fuqishme antioksiduese. Ai ka aftësinë gjithashtu që të stimulojë krijimin e kolagjenit i cili ndihmon në reduktimin e rrudhave. Substancat të cilat gjenden në oriz quhen skualene. Kjo substancë mundet që të mbrojë lëkurën tuaj nga të gjitha efektet e dëmshme që munden të shkaktohen nga dielli. Ajo që po përpiqemi të themi është se orizi mundet t'ju ndihmojë në rinovimin e shtresave të brendshme të lëkurës brenda një periudhe shumë të shkurtër kohe. Receta japoneze që do të ndjekim në këtë video do t'ju ndihmojë ju që të hiqni qafe rrudhat, të zbutni lëkurën dhe të riktheni asaj shkëlqimin. Do të dukeni 10 vite më të rinj. Përbërësit janë 3 lugë oriz, 1 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle qumësht. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë dhe e lehtë në të njëjtën kohë. Fillimisht gatuani orizin, ujin mund ta përdorim më vonë. Shtojmë 1 lugë gjelle qumësht të nxehtë dhe më pas 1 lugë gjelle mjalt. Pasi përziejmë të gjithë këta përbërës, maskën e vendosim në fytyrë, por më pas sigurohemi që lëkura jonë të jetë e pastër dhe pa lagështirë. Pasi maska thahet, ujin e orizit që ne e lam me një anë pak më parë e përdorim për të shpëlarë fytyrën. Orizi është një nga ushqimet më të përhapura në botë. Konsumimi i këtij ushqimi natyral në doza të caktuara është i dobishëm për organizmin. Gjithsesi, së fundmi vetit e orizit po shfrytëzohen edhe në botën e bukurisë. Orizi gjithashtu mundet të përdoret për të pastruar fytyrën si tonik natyral, hidratues dhe njëkohësisht antiinflamator. Këtu ne nuk po flasim vetëm për kompanitë e kozmetikës, por edhe për trajtime të cilat ju mundet që t'i përgatisni vetë në shtëpitë tuaja. Mënyra e parë, ju duhet 75 gram oriz, 250 ml mjalt nëse keni lëkurë të thatë dhe 1 lugë çaj lëng limoni nëse ju keni një fytyrë të yndyrshme. Përgatitja. Si fillim, vini ujin që të ziejë në një tenxhere, aty hidhni orizin dhe lëreni për 15 minuta. Më pas kullojeni ujin, lëreni që të ftohet pak dhe më pas futeni në frigorifer në një enë të mbyllur qelçi. Ndërkohë vazhdoni me maskën duke marrë kokrizat e buta të orizit dhe duke i bashkuar me mjalt apo limon në varësi të tipit të fytyrës që ju keni. Mund t'i hidhni edhe të dy përbërësit nëse keni një fytyrë mikse, gjithashtu mundet që të shtoni edhe të tjerë. Për shembull, mund të shtoni pak avokado të shtypur ose pluhur drithrash. Të gjitha këto do t'ju sigurojnë pastrim dhe hidratim të thellë. Maskën mbajini mbi fytyrë për 20 minuta dhe më pas shpëlajini atë me ujë të bollshëm. Rekomandohet të përdoret të paktën 2 herë në javë për të patur një lëkurë tepër të butë. Mënyra e dytë, në trajtimin e dytë do t'ju duhet të përdorni ujin e orizit që ju konservuat më parë në frigorifer. Merreni ujin dhe me anë të një nape ose pambuku lyeni të gjithë fytyrën tuaj dhe qafën. Lëreni derisa ajo të thahet dhe më pas vazhdoni me fytyrën tuaj. Bëjeni këtë në mëngjes dhe njëkohësisht në darkë, kështu ju do të shikoni përmirësime në lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, uji i orizit gjithashtu mundet që të përdoret si një mënyrë për të pastruar
Maskën që ne bëm, ky tonik natyral gjithashtu do të zvogëloj poret dhe do t'i pastroj ato dhe do t'i dhuroj fytyrës tuaj një gjendje rrezëllitëse. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej recetave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mundet që ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe gjithashtu i zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe gjithashtu duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në fytyrë, në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë është e përshtatshme për lëkurat me yndyrë dhe duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos të lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për plot gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është gjithashtu një burim i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkoni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si një maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Kështu ju do të shikoni se si soda e bukës do të heqë të gjitha qelizat e vdekura nga lëkura juaj dhe njëkohësisht do të përmirësojë qarkullimin e gjakut. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.